Bahtiri po thë që përparim Gruda e vet listën sërbe para se me orë në parlament. A pajtosh me qëta? Menoni ju për një me që shto? Unë e thash është qëndrim personali deputetit Bahtiri. Unë personalisht për përparimin, mendoj që nuk ka pyetër listën sërbe. Së Maqedonësi si profesionisti ushtrisë, qysh e komenton të që të gjuhë? Normalisht, unë edhe si profesionist, por edhe në karakterin tim, nuk e kam të theksuar aspektin e këtij lloji komunikimi, dhe jo vetëm të këtyre dy akterëve mund të themi, por edhe të tjerëve që komunikojnë. Unë vlerësoj që është qëndrim dhe qasje individuale. Agim Bahtiri s'pe përfaqëson me që qasje këtë vetëvendosin, që ju menoni që këta të PDK-s janë me listën sërbe? Politike edhe qëndrimet individuale janë të ndryshme. Në qëndrimet politike, lëvizja vetëvendosje ka bërë tashmë të qartë disa herë që formimi institucioneve ka qenë domosdoshmëri dhe mbetet domosdoshmëri për funksionalitetin, për funksionimin e institucioneve dhe vendit tonë, por edhe për jetën e qytetarëve të vendit tonë. Dhe në këtë aspekt, normalisht që ne kemi qenë dëshmitar të një sinkronizime të opozitës me listën sërbe, ndoshta jo detyrimisht përmes takimeve edhe bashkëpunimit konkret, po të paktën përmes idesë që kryeministri Kurti të mos vazhdoj me mandatin qeverisë. Po i kemi në kushtetutë. Shumë njerëz do të thoshin zoti Maqedonësi që s'ki qare pa folë me sërb se i ka 20 vene të rezervume. Na obligon kushtetuta. Më falje, fjala është për 10 vene, por 20 vene me minoritete. S'ki qare pa folë me jo shqiptar. Po tjetër se ne po besoj që jemi qeveria që më së shumti ka funksionuar dhe bashkëpunuar me komunitetet jo shumicë. Një pjesë e madhe ministrave në qeverinë edhe Kurti 2, edhe ata që ishin të planifikuar që t'jenë në Kurti 3 dhe konjufësën kanë ardhur pikërisht nga rrodhët e komuniteteve jo shumicë, duke përfshirë edhe komunitetin sërb që përfaqësohet nga partia e deputetit Nenad Rashić. Pra nuk është këtu çështja që lista sërbe të trajtohet si një organizëm që përfaqëson një komunitet, ajo përfaqëson një vizion politik të tyre që fatkeqësisht është dhe vazhdon të mbetet në kundërshtim edhe me kushtetutën, edhe me vlerat kryesore të vendit tonë të paraqitura në kushtetutë. E çfarë më botë është që 4 komunat e Veriut i kanë fitu? Po çështja e nivelit komunal, normal që dallon prej nivelit qendror, ata kryetarë që do të vendosen në 4 komunat veriore të vendit tonë. Po, si ministri i mbrojtjes nëse po thuti që ata janë antikushtetues, edhe kryetarët e komunave kanë me qenë antikushtetues, edhe si rezultat prezentojnë rrezik për vendin atëherë. Veprimet e tyre kanë rënë në kundërshtim me kushtetutën. Asnjëherë lista sërbe nuk është distancuar nga shumë prej drejtuesve të saj, cilët kanë kryer akt terrorist me qëllim invazioni kundër vendit tonë, akt armatosur terrorist. Asnjëherë nuk është distancuar nga gjuha ekstremiste kundër shqiptarëve të Kosovës, nga mosnjohja e institucioneve të Kosovës, nga mosnjohja e shtetit të Kosovës. Pra ne nuk kemi kur... Këto pe kuptoj, po Agim Bahtiri po thë që përparim Gruda e vet listën sërbe para se me orë në parlament. A pajtosh me qëta? Menoni ju për një me që shto? Unë e thash është qëndrim personali deputetit Bahtiri. Unë personalisht për përparimin, mendoj që nuk ka pyetër listën sërbe që tjetë apo të mos jetë në kuvend. Mirë po e thash edhe më herët, është parë qartë gjatë gjithë kësaj faze të ngërçit politik, një sinkronizim ndoshta i paorganizuar. A mani dëshmi sinkronizimit të vitit fundit? Po asnjë qëndrim nuk ka qenë në kundërshtim me njëri tjetrin në raport me qeverinë Kurti.